Të dhënat për importet e grupit produkte bulmetore vezë dhe mjalti për periudhën 2005-2025 tregojnë një rritje të vazhdueshme dhe shumë të fortë si në peshë ashtu edhe në vlerë. Kjo prirje nuk mund të shpjegohet thjesht me rritje konsumi apo përmirësim standardesh, por lidhet drejt për drejt me dobësimin e prodhimit vendas të qumshit dhe nën produkteve të tij. Më herët Scanintel ka analizuar prodhimin e qumshit, nga ku rezulton se për vitin 2024 në territorin shqiptar janë ngurbulluar gjithsej rreth 95.000 ton qumësht, krahasuar me vitin 2023. Kjo sasi është ulur me 6.6%. Në vitin 2005 importet në peshë ishin rreth 10.800 ton, ndërsa në vitin 2025 arrin në 36.800 ton, pra më shumë se 3.3 herë rritje brenda 20 viteve. Paralelisht importet në vlerë rriten nga 1.25 miliard lekë në 7.74 miliard lekë, që do thotë një rritje mbi 6 herë. Krahasuar me vitin 2024, importet e bulmetit janë rritur në vlerë me rreth 14%. Përgjatë vitit kaluar, eksportet në vlerë për produktet bulmetore, vezët dhe mjaltin rezultuan në 629 milion lekë,